Një sëri shkeljesh të hapësirës ajrore të NATO-s nga avion ushtarak rus, muajin e kaluar ka ndezur alarm në kryeqytetet evropiane dhe ka hapur diskutime të forta për një reagim më të ashpër ndaj provokimeve të Moskës. Ministra e Mbrojtjes së Lituanisë, Dovile Sakalien, tha ne presim në platformën X se Turqia dha një shembull në një postim në platformën X tha se Turqia dha një shembull 10 vjet më parë, duke ju referuar rrëzimit një avioni luftarak rus nga Ankaraja në vitin 2015. Sakalien kërkoi që NATO të tregojë vendosmëri përballë testeve të vazhdueshme nga Rusia. Ne nuk mund të lejojmë shkelje të hapura të hapësirës sonë ajrore pa pasoja. Siguria kolektive kërkon përgjigje të saktë, shkroi ajo. Me 24 nëntor, një avion turk F-16 rrëzoi një bombardues Su-24 pranë kufirit me Sirin, pas disa paremërimeve për shkelje të hapësirës ajrore. Incidenti shënoi përplasjen e parë të drejt për drejt ushtarake mes një vendi të NATO-s dhe Rusisë që nga themelimi i aleancës në vitin 49. Turqia deklaroi se kishte vepruar në përputhje me rregullat e përhershme të angazhimit dhe se kishte lëshuar paremërime të shumta. Moska mohoi çdo shkelje duke reaguar me ngrirjen e marrëveshjeve diplomatike dhe vendosjen e sanksioneve ekonomike ndaj Ankaras. Në vitin 2017, ajo bleu sistemin rus të mbrojtjes ajrore S-400, duke shkaktuar një krizë të thellë në Shtetet e Bashkuara, të cilët reaguan me sanksione dhe përjashtimin e Turqisë nga programi i avionëve F-35. Më 10 shtator, Polonia rrëzoi disa drone ruse në territorin e saj, që kryeministri Donald Tusk i quajti një provokim në shkallë të gjerë. Më 19 shtator, Estonia raportoi një shkelje prej 12 minutash të hapësirës së saj nga avion ushtarak rus. Këto ngjarje kanë rritur presionin mbi NATO-n për të treguar më shumë forcë dhe gatishmëri për të përgjigjur çdo cënimi të integritetit territorial të aleatëve. Ndërsa lufta në Ukrainë hyn në vitin e saj të 4, peisazhi i sigurisë evropiane vazhdon të jetë i paqëndrueshëm edhe nga sulmet e fundit ruse.